Të nderuar përfaqësues të mediave, qëllimi i preskonferencës së sotme është që së bashku me Institutin për Shëndet Publik dhe partnerët tanë nga Organizata Botërore e Shëndetësisë të prezantojmë rezultatet e anketës më të fundit globale për përdorimin e duhanit tek të rinjt për vitin 2024. Anketa është realizuar tek nxënësit me moshë 13 deri në 15 vjeç me mbështetjen e OBSH-s. Në fazën e parë të hulumtimit janë përzgjedhur 75 shkolla dhe janë përfshirë 4670 nxënës. Ky studim është pjesë e sistemit global të mbikëqyrjes së duhanit dhe përfaqëson një hulumtim kombëtar me përfaqësim të plotë, i cili realizohet për herë të katërt në shkollat e vendit tonë. Të dhënat tregojnë se 13.6% e nxënësve të moshuar 13 deri në 15 vjeç aktualisht përdorin ndonjë produkt duhani, që është prevalenca më e lartë e regjistruar deri më tani në shtetin tonë. Gjithsej 9% e tyre përdorin cigare elektronike, që paraqet më shumë se 2 fishi krahasuar me vitin 2016. Veçanërisht, shqetësuese janë të dhënat që tregojnë se 57% e të rinjve kanë qenë të ekspozuar ndaj tymit të duhanit në shtëpi, ndërsa 55.4% kanë qenë të ekspozuar ndaj tymit në hapësira të mbyllura publike. Sa i përket qasjes së produkteve të duhanit, anketa tregon se 73.2% e të rinjve që pinë duhan nuk janë penguar të blejnë cigare për shkak të moshës së tyre. Ajo që është e rëndësishme për ne si hartues të politikave shëndetësore është fakti se një pjesë dërmuese e nxënësve të anketuar e mbështesin masën për ndalimin e pirjes së duhanit në hapësira të mbyllura publike. Gjithsej, 86.9% e të anketuarve e përkrahin këtë masë. Të nderuar, pikërisht për këtë arsye, projekt ligji i ri për mbrojtjen nga duhani e sjellim si ligj për gjeneratat e reja. Me të njëjtën me një mesazh të qartë, të drejtuar të rinjve, se shteti më në fund po qëndron në anën e tyre. Qëllimi thelbësor është denormalizimi i pirjes së duhanit dhe këto do t'i arrijmë përmes 4 shtyllave kryesore në këtë ligj. Shtylla e parë: mbrojtja e plot nga pirja pasive e duhanit, pa tym dhe pa aerosol në hapësira të mbyllura dhe në vendet e punës. Mbrojtja vlen edhe për aerosolet nga cigaret elektronike, siguria e të cilave gjatë ekspozimit pasiv nuk është e provuar. Së dyti, ulja e atraktivitetit. Ndalojmë shitjen e produkteve që përmbajnë aroma karakteristike, që krijojnë shije apo efekt ndijor të dallueshëm nga profili natyral i duhanit. Shijet frutore, shijet e ëmbla, mentol dhe të tjera që maskojnë dëmin dhe lehtësojnë provën e parë, nuk do të lejohen më për shitje. Së treti, kufizimi i marketingut dhe ekspozimi do t'i japim fund tregtimit të rinjve përmes rrjeteve sociale, influencerëve apo lojrave dhe platformave të ndryshme, me qëllim targetimin e tyre për të pirë cigare. Produktet e duhanit dhe nikotinës nuk do të ekspozohen më publikisht, por do të vendosen në dollape të mbyllura në dyqan. Së katërti, kufizimi i qasjes dhe forcimi i kontrollit të shitjes ndaj të miturve. Me shëndetin e të rinjve nuk ka kompromis dhe interesi publik do të jetë më i fortë se çdo presion komercial që mund të bëhet. Në këtë drejtim, së bashku me Institutin e Shëndetit Publik, së bashku me Organizatën Botërore të Shëndetësisë dhe të gjithë institucionet kompetente, do të vazhdojmë me vendoshmëri të zhvillojmë kapacitetet sistemore për kontrollin e duhanit dhe mbrojtjen e shëndetit të gjithë qytetarëve në vendin tonë, e veçanërisht të rinjve. Tani, ftoj përfaqësuesin e OBSH-s, Dr. Akim Ali, të mbaj fjalimin e tij, pas së cilis më konkretisht rreth anketës globale do të informoj drejtoresha e Institutit të Shëndetit Publik, Dr. Marja Andonovska, ndërsa në fund është parapar edhe prezantimi i gjetjeve kryesore nga ky hulumtim. Ju falenderoj shumë.